Përshëndetje. Sot duhet të trajtoj një problem krejt të veçantë që ka të bëjë me festat kombëtare në Shqipëri. Pra, ndoshta jemi një vend specifik për sa i përket numrit të festave. Festa zyrtare përbëjnë një element të rëndësishëm të identitetit kombëtar, pasi ato lidhen drejt për drejt me historinë, traditat dhe besimet e një shoqërie. Shqipëria ka një kalendar të përcaktuar festash publike që përfshin si festa fetare, ashtu edhe ato kombëtare të sankcionuara zyrtarisht. Sipas kalendarit zyrtar të Bankës së Shqipërisë për vitin 2025, në vend janë shënuar gjithsej 15 ditë festa zyrtare, ku nga këto 2 ishin ditë pushimi të veçanta jashtë festave. Në këtë kuadër, Këshilli i Ministrave ka vendosur që edhe e premtja, pardje, 26 dhjetor të shpallej ditë pushimi, pra duke patur parasysh që kishte një ditë më parë fest. Meqense 25 dhjetori është festë zyrtare, administrativa publike përfitoi 2 ditë pushim radhazi, ndërsa institucioni do t'i kthojë normalisht punës ditën e hënë, pra në datë 29. Për vitin 2026, kalendari paraprak i festave zyrtare, i publikuar gjithashtu nga Banka e Shqipërisë gjithmonë, parashikon sërish 15 ditë festa zyrtare. Referuar analizës, del nga këto janë 6 ditë festa me karakter fetar dhe 9 ditë festash jo fetare, pra festa kombëtare, si ditë e çlirimit, ditë e shpalljes pavarësisë, e tjera që lidhen me identitetin ton kombëtar. Pra, 15 ditë pushim në rast se festash janë shumë për vendin ton, pasi shikojmë që në këto 15 ditë festa Tirana thuajse është e ngrirë, pa lëvizje, pa gjallëri, fëmijët në shtëpi, e madje domethënë dhe të gjithë tregtarët ankohen sepse secili shikon atë realitetin e vet, rinë në shtëpi, nuk del jashtë fare, disa nuk kanë probleme ekonomike, dhe të gjithë ata e pësojnë, domethënë është e gjithë ekonomia shqiptare. Mendimi im është që duhet të reduktohen disa festa, sepse i bie afërsisht 2 ditë festa në muaj në gjithë vitin kalendarik. Dhe për mua është e papranueshme, ditë të mbarë. Kjo është